këtë pjesë të piramidës Tiranës, shiheni piramidën, në drejtim të bulevardit, është këmbana e famshme e Paqës, e vendosur këtu në 1 janar 2000, siç po e shihni. Është vendosur 1 janar 2000, po ka një simbolik të papar. Ajo është berdhur me bronzin e plumbave të vitit 1997, me plumbat e mbledhur, pra të gëzhojave të mbledhura nga fëmijët në zonën e Lezhës dhe në zonët e tjera të Shqipërisë. U derdh kjo këmban, të cilën e bekoi Papa Gjon Pali i dytë, dhe sot mban shënimin për paqen e fëmijëve dhe i shërbejmë asaj si fëmijëve tanë. Dhe mbas bekimit të papës u soll në Shqipëri për të vendosur tek piramida, fillimisht në një urë të vogël që kaloi mbi të, ndërsa sot është vendosur në një mbrojtje në cep të piramidës mbas përfundimit të punimeve të saj. Pra, shiheni ku është piramida, ja ku është dhe këmbana e Paqës.